Duke nisur nga 12 tetori, shqiptarët që udhëtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian do të duhet të përballen me rregulla të reja në aeroporte. Ky ndryshim vjen si pasojë e zbatimit të sistemit hyrje-dalje EES, një mekanizëm i ri digjital kufitar që do të zëvendësojë vulat manuale të pasaportës me regjistrim elektronik. Udhëtarët, vendet e të cilëve nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, do t'i nënshtrohen sistemit të ri të kontrolleve, i cili përfshin marrje shenjash të gishtë-rinjve, fotografi, të dhënat biometrike të pasaportës, data dhe vendodhjet e hyrjes-daljes. Kjo do të thotë vonesa deri në 3 herë më shumë se sa aktualisht. Sistemi do të regjistrojë të gjithë shtetasit që udhëtojnë në zonën Schengen për qëndrime afatshkurtra, por nuk do të përjashtohen edhe udhëtarët që janë të pajisur me vizë. Gjithashtu do të llogarisë automatikisht sa ditë keni qëndruar në zonën Schengen dhe sa ditë ju mbeten nga afati prej 90 ditësh. Të dhënat do të ruhen për 3 vjet. Sistemi i ri i kontrolleve do të zbatohet në 29 shtete europiane, duke përfshirë të 25 vende të anëtare të BE-s që janë pjesë e Schengenit, si edhe Islandën, Liechtensteinin, Norvegjinë dhe Zvicrën. Jashtë këtij sistemi mbetet Irlanda dhe Çiproja, të cilat do të vazhdojnë të përdorin metodën tradicionale.